pëlqen makina, unë mendoj jam plotësisht dakord me ty. Për shembull, unë 700 dorë ka drejka me hongër, si në familje që i ftoj njerëzit, s'hanë kërkun mirë, e ndihesh kënaqësi. Është një farë ceremonie që po thu, mënyra se si e qel shishën e verës. Mu më kujtohet gjyshem, për shembull, që më kalu shumë për shtypje të madhe. Mënyra se si ka drellë cigaren, me atë dohonin mënyra se si e ka hapur verën. Bravo. Mënyra se si ai e ka pjek kafën prush. Mënyra se si e fus të cigaren që libare, elpinke, është ceremoni, është art. Po kthehen ato, përsëri dhe ajo quhet sot luks. E ke vënë, për shembull kur veten këto vende kështu thua, po jetoj një ndjenjë. Për shembull, mu nuk më lën për shtypje hiç, amo hiç, kur një femën i ekspozon bëtht ose gjukset, apo pse? Ajo është të luks, Emilian. Jo, është luks, si pasojna po, ekspozimi, ose pse? Se diçka mistike që më shefet edhe te roba, po tham, te puna e çmimit, nuk ka rëndësi sa e ke bleqat setër, ka rëndësi atë rënë bukur, a e ke kombinu bukur. Tani luksi për mu hyn ta zonë te pjesa synetis. Ka njeri që ban luks, i thirë për syneti djallit 500 musafir, e si ka 5 libra në shpi. E kjo në luks. E argjën 20-30.000 euro atje me të panë, Edhe në fund që ata 500 që ka po festojnë? Po edhe ata vëllohën për një sporti, unë shkoj ka janë. Po ti ç'ke? Po du me